quhem Redi Muçi, jam i diplomuar në inxhinierin e ndërtimit, që në vitin 2009 dhe që për vitin 2011 kam qenë aktivist bashkë me shokët dhe shoqjet e lëvizjes bashkë në kauza nga më të ndryshme sociale, studentore, punëtore. Dhe rrjedhimisht rrugtimi ynë i përbashkët deri në zgjedhjet e fundit na ka bërë, le të themi, aktiv në politikë dhe së fundmi edhe në politikën elektorale. Kështu që vendosa që në maj të 2025 pra të kandidoja në listën për lëvizjen bashkë. Hyrja në politikë vjen edhe me një lloj kosto sa i përket përbaltjes ose akuzave që ngrihen ndaj teja ose subjekt që përfaqëson në mënyrë të padrejtë ose në mënyrë, le të themi, abuzuese. Familjes time për shembull janë ngritur akuza për fshirjen e timati për shembull në përfitime, le të themi, ato që ne rëndomi quajmë oligark të ndërtimit dhe që është në fakt një ndër pikat që ne e kundërshtojmë në qasjen tonë sa i përket ngritjes që ajo ka pasur në ekonominë shqiptare dhe lidhjeve të pandershme me politikën. Dhe pikërisht në një pikë më të fortë që ne kemi të artikulimit tonë, u ngrit një akuzë e padrejtë ndaj meje. Komendi që mund të bëj unë është që edhe pse, le të themi, kabineti qeverisës qeverisë aktuale përbëhet nga shumë gra, më duket më tepër roli i tyre një rol, si themun, nominativ, një rol ose performativ më shumë se sa përmbajtësor, pa një identitet të qartë politik. Në qasjen tonë në zgjedhjet lokale të vitit 2023, kur kandiduam për Bashkinë e Tiranës, ne prezantuam një program për qytetin e Tiranës, i cili në përmbajtjen e vet ne besojmë se kishte në vëmendje edhe çështjen e gruas, pra të mbrojtjes së grave, të lehtësive që u krijohen edhe nënave të reja, sa i përket për shembull shkollave me orar të zgjatur, për të pasur mundësinë që fëmijët e tyre të rinë në shkollë edhe pas mbarimit të mësimit, derisa prindrit të dalin nga vendi i punës, duke ja lehtësuar barën kryesisht grave për shkak të fatkeqësisht një qasje disi më patriarkale në shoqërinë tonë, që janë gratë ato që shpeshherë marrin rolin e të qenit në shtëpi me kujdesin për fëmijët, dhe duke i lënë më tepër mundësi pra për të qenë aktive në jetën ekonomike dhe të vendit dhe jetën tyre profesionale. Ashtu si kundër kemi vendosur theksin edhe tek siguria që gratë duhet të kenë në qytetin e Tiranës, edhe kur lëvizin si thua në orët më të vona të natës, edhe për sigurinë e shtuar pra në qytet, edhe për përdorimin e transportit publik, se si edhe aty duhet të ketë një siguri të shtuar, duhet të ketë standarde më të qarta. Dhe rrjedhimisht çështja e barazisë së gruas me burrin për ne është një çështje thelbësore dhe themelore, të cilën e kemi parimin tonë dhe jemi përpjekur gjithmonë ta përfshijmë edhe në programin e asaj që ne i paraqesim qytetarëve kur hyjnë në gara elektorale. Me thënë të drejtën, nuk është se kam parë pabarazi në shpërndarjen e të ardhurave financiare mes burrave dhe grave, edhe sepse financat shpërndahen në bazë të, le të themi, të votave që merr një subjekt. Mesazhi im është që do duhet të përballeni, si thua, me padrejtësitë në mënyrë që të gjithë së bashku si shoqëri, duke u përballur me to, t'ia dalim band ti tejkalojmë. Vetëm duke u përballur me diskriminimin, me bullizimin, me padrejtësitë që i kategorizojnë njerëzit, si thua, në bazë të gjinisë apo në bazë të prejardhjes tyre sociale, ekonomike apo në bazë të ideve të tyre, duhet të luftohen në mënyrë që të tejkalohen. Kjo është vetëm një rrugë që kanë ndjekur gjitha shoqëritë e emancipuara për të arritur një stat barazie më të drejtë dhe më të shëndoshur social.